Një ditre, kur që këja jemi ne. Kusha trime, kusha djal, Falënderoj shumë, mirë si u gjetëm, unë do t'ju them të dashur shqiptar. Sepse lindëm si shqiptar, do të ngelim si shqiptar dhe do të vdesim si shqiptar. Nga dalë të themi të flasim për luftat, kjo gardha që e shini prapa meje këtu, këto kam përjetuar luftën drejt për drejt. Këtu kemi edhe invalid të luftës me plot plak në trup, po jetojnë edhe sot në ëndrrat e luftës. Megjithatë, këtu komandanti legjendar Adem Jashari nuk ishe veç i Dardanis. Ai u rikthi i gjithë Shqipërisë, sepse ne luftëtarët e luftës shim 3 luftrave për ribashkim. Në vijat e frontit e kishëm vetëm një betim. Betimi ynë, i juaj, i këtij luftëtarëve këtu ishte një citat të vogël. Si luftëtar i luftës shqiptare të Kosovës, betohemi se do të luftojmë deri në ribashkimin e Shqipërisë. Që nga Preveza, Çomëria, Delli, të moda e kuqe që i thënë ka humb, jo, ajo rënjët i ka aty. Pra, ne si luftëtar të luftrave të dashur shqiptar, që e një mbledhur sot këtu, për të shpalos këtë krijetrimin Adem Jasharin, që s'ka Skënderbeu, e deri te Adem Jashari e ky burr i thuri themelët e pavarësisë Kosovës. 3 gërmat e arta, një U, një Q, një K, e bën një shtet. Vashtë Zoti se ne si shqiptar, që gjendemi akoma të darë me kufi, atëherë kërkojmë ma shumë. Kur i pash këta në zënës këtu, duke recituar të lirë që 100 ca vite, shtet, fëmijët tonë s'kan gëzuar bile as një recital, ta thuan para mësuesit, para mësuesës, para profesorit e tjerë. Gjithmonë në cenzur, edhe ju keni pas një cenzur, po e lam kështu të mbjellur. Por me gjithate, të ngene shala në cenzur, në tokat të arbërore shqiptare, atëherë të dashur, çka na duhet neve për të bërë? Të bëmi një, të unifikuar, t'i lëm ato i thash më tha, e bëri se bëri, jo, gjuha jonë duhet të flet pas të rëship në kërkesat e saj, dem babadem, se që kanë kërkuar dhe babalar tonë, sot që janë në varë, po akoma i kemi të gjave këtu. Ne nga kjo iniciativë të gjithë për luftëtarët, kemi një mesazh, sepse iniciativa jonë është unifikuse, nuk është përqarse. Shqiptarët o sot do kur, duhet të bashkohemi. Përveç bashkimit, atëherë dhe ne kemi dëshirë që ta festojmë. Nuk e di çfarë them në tori e ditë, besoj se është bë, ha? Atëherë, vazh Zoti që ta festojmë së bashkin në torë të tretë për një ribashkim barë kombëtar. Dhe ti heqmi kufit ati ku në Europa apo Evropa. Pra ne në qovë se ne bëhemi bashk, edhe Evropa ka më në thonë, ka mu përkup se ka shumë borsh për të këthyra jo. Shumë borsh. Pra ndaj një shaqiri e kënon një këngë, o Evropë, thot këthema borxhin. Por ne ku në shë Evropa si jemi pike një të përqarë dhe të qarë, ajo bile paloh dhe kokën se thënë për ne.
Prandaj, uniteti ban forcën, uniteti e rëdzon. Atë heshtit të Evropës për shqiptarë se kemi ne si popull më mbrapa tyre të gjithë dhe Europianëve. Prandaj, në qëmë si jemi një popull i vjetër, se kemi njerë ka zhvonë, sepse në mungon uniteti, në mungon ndërslidhja dhe besimi shpirtëror, pra ta vetë mi shpirtin, jo mendjen, hajde bashkë me shpirt të unifikohemi bashkë, dhe ta bëjmë Shqipërinë natyrale si që kanë ndërku 2500 dëshmorë të 3 luftrave për i bashkim të kombëtar. Lavdin dëshmorëve të kombit, derë dhe respekt për gjithë luftëtarët ku janë dhe shumë respekt dhe për invalidët e luftës. Ja ku e kemi njeriun e Kësharës me plot plak në trup. Ja ku e kemi edhe tjetrin ati, edhe shumë të tjerë. Prandaj gjaku i këtine burra vazh gjallë akoma, edhe ne do të hecmi bashkë dorë për dorë, tu besatu njëri tjetri dhe po i kthena fjalën së parë, vetëm unitet dhe bashkim rroft Shqipënia. Është një kënaqësi e madhe për mua që më dhanë nderin për të punuar kursën e Adem Jasharit. Është kulmi historik i punës time në skulptur. Në radhë parë përshëndes komunitetin e fshatit Hamir që ma dorëzoi këtë punë. Që ma besuan këtë punë. Falenderoj komandant Malaj me gjithë ta herojtë e gjallë që ta janë historia jonë. Bravo Gazi! Edhe komplet pjesëmarrësit këtu çfarë janë? Ata që janë shqiptarë sot e kanë ndjerë, e kanë zemër plot, kanë ardhur këtu. Përshëndet. Bravo! Tona në fushat e Semanit dhe na bashkoi disi më shumë nga pjesa tjetër, sepse i kishim dhe nëpër familje, po i kishim edhe te kampi. Mbaj mend fëmijën time të hershme këtu në këtë shkollën që gjendemi sot, fëmijët e Kosovës u afruan këtu dhe morën dijen tonë, ne u afruam bashkë me vëllezërit tanë dhe lindin. Për pranimin tuaj sot. Lavdi veprës dhe sakrificës e herojit të kombit Adem Jashari. Falenderime të gjithëve. Faleminderit. Shpërimi i kohës e mjerimit, poeti madh Migjeni ka shkruar. O si s'kam një grusht fuqishëm, me i rang këtij mali që zbzan. Dhe këto vargje do të madhëronin një njeri. Do të ngrinin një kala. Do të muroste 20 vet, sa 20 rozafa bashkë. A thue jam shurdhua po flen të tanë. Besa mirë se natën e kazan, e zhurma pa gjumi kalan. Ah, jo, ma u fort Adem Jashari, ma u në t'i gjatë shqiptari, ne tani sot kanë Serbia, si lufton Adem Shqipnia. Për të ditë bashkë më pak marmali, me i ranë mi grusht këti mali, e të letohet poet Migjeni, se një grusht për dorë Ademi. Filmin shesh më shtradhëtarë, këtu po flet Adem Jashari, bashkë ta në gjokësin e kanë hapë, se nuk tutet kur shqiptarë.
bugullot bagetia, ashtë yni dhe bunari. Prez pas prez mi pia shari, toka jonë është tokën zetë, se duron kapucën tuaj, edhe të kishte 1000 vjetë, kanë, tu, do t'i kisha 3. Erdi dita e shqiptanis, shtu me zjarë e prekazi, etin hasmi brazim gjalice, si luftojnë e tanë trenica. E në gjashtu trim si kemi fal, tu shka plode syri qel, bile tjerë fishek për vitim, bushe armën për kushtrimin. E trumë besim Hamza Jashari, me të ashtë ven luftari, Bash Shabani Rimos Lui, veç shikon nga vjen armiku. Hamza Ide, kam një merak, eja nana fro pak, zërin tënë si u i var mali, tash po don me një gjudjali, tash po duhe nan me t'pa, lecjen tane me t'i gju, dal nga dal, te gecën kullës, thonë, e shmik të njurë. O të shka po skuq, zrenicës malit, e i hefreze dërë të këne, e i Kosovë kjo pike t'jallit, po lufton për atë dhe. Merja këndës atë në kjali, dhe të shtojnë në qdo korije, ndryshe, s'disi me dek Shqiponja, sepse ndryshe si ka hije. Del mojnë antinat pregore, e t'i qoq s'duan da mua, të betohem nën, të betohem për flamur, se flamurin se shkelkur. Unë Adem shqiptari, rritur në uj burimi Ermali, e në vdeksha për flamur, zemra ime shtu të kur. Shporu mi morit papes, se në Shqipin keni shpes. Qke o flamur që s'valon, jam së mure po lëngoj, jam goditur brin më brin, sa ko jemi në Serbin. Flamur, mos të mbuloj zia, sa djem ka Shqipëria, o djem se i kuvetani Kosovën me gjak talani. Kam ty. Faleminderit. Respekt. Realisht ndihem mirë që jam këtu për të dëshmuar gjithë bashkë heroizmin e njeriu të madh. Por jo vetëm kaq. Edhe faktin se sa të fort mund të bëhemi kur bashkohemi. Se sa të fort mund të bëhemi kur të gjithë jemi një. Shikoni, unë e di që gjatë historisë nene janë munduar gjithmonë ta përçajnë. Na fusin shkopin në rrota. Të krijojnë identitete paralele. Por ne nuk mund të bëjmë një histori të ndryshme nga njëri tjetri. Sepse ne nuk kemi një histori të ndryshme nga njëri tjetri. Që në kohët më të lashta, ne kemi një histori. Që në kohën e Gjergj Kasiotit ne kemi një histori. Që në lidhjet Prizrenit ne kemi një histori. Që tek Isa Boletini e Ismail Qemali ne kemi një histori. Në çdo gjurmë ne kemi të njëjtën histori. Në çdo pikë gjaku e çdo pikë lot nëne ne kemi një histori dhe pikërisht ato pika gjaku të çdo nëne shqiptare, ato pika loti të çdo nëne shqiptare duhet janë forca që të bashkojnë shqiptarët për të ecur përpara. Mbi gjak, mbi lot, mbi rezistencë, mbi forcë dhe mbi një identitet shqiptar, ne duhet ngrem të ardhmen. Nuk mundet të lejojmë askënd që të thot sot e kurdoherë. Ju nuk jeni shqiptar, po ne jemi shqiptar. Unë nuk mund të them se një shqiptar i Kosovës nuk është gjaku im. Një shqiptar i Maqedonisë nuk është gjaku im. Një shqiptar i Malit Zi, Luginës, Çamrisë, çdo cope, Sanxhakut, të trojve shqiptare, nuk mund ta them sepse jemi një gjak, jemi një histori, një komb, një traditë, dhe është sot koha që ta bëjmë vetë historinë e kombit ton. E ripërsëris me lot, e me gjak, e me sakrificat e çdo nëne shqiptare, me rezistencën e çdo dëshmori shqiptar, ne duhet të ndërtojmë ardhmen për që në tashmë gjithmonë më të fortë, si shqiptarë në trojet tona. Faleminderit. Shatit Hamil me kontributin për lejen e bustit komandantit legjendar Adem Jashari. Respekt. Bravo! Respekt. Suksese, faleminderit. Suksese në shkollës.
lojë dhe sukses. Faleminderit. Është merita juaj për këtë aktivitet kaq të rëndësishëm dhe kombëtar. Faleminderit. Erdi, me mundin tënë, me mundin e tjerë, me mundin e gjithë juve, ja ku e keni këtu. Pra me ko edhe shkolla do të merë emrin e Adem Jasharit. Respekt. Dhe Aki Gurgurin që ta merë në një. Bravo, Akile Gjata! Sot, më falë, të dashur... Tarasmi dhe zotri Bujar Kabashin që ja ku e kemi edhe Bujarin. Edhe pse nuk na ka ta... Kam telefonin usja. Bravo! Bravo! Do të ftoj zotin Alban Hebejaj për të ndarë disa çmime, disa trofe.